ma besoni, nuk ka patur anglez më me fat në botë se ai që ka ngelur këtu. Thuhet që ka rezistuar 90 ditë në këtë gjë të mrekullueshëm. Kjo është parajsa mbi tokë, çupo? Është një vend që unë e dashuroj. Këtu me mjetet vogla mund të hyet. Dhe shumë që vjen edhe në mjetet vogla se do të bëname pastaj. Absolutisht po. E ka ruajtur Zoti. E sheh çam mrekullihesh dhe unë krenohem me çdo që sjell këtu. Krenohem me diçka që nuk është e imja, nuk është e jona. E ka krijuar Zoti, por po e shfrytëzojmë ne në kuptimin e mirë të fjalës për të treguar se çfarë mrekullish ne kemi. Shumë e vështirë, ëh? Është pak e vështirë të futesh. Atje që është e vështirë të futesh me mjetet vogla. Absolutisht. Ej, po këtu që jam mrekulli, këtu të pusho ka zemër. Mos i silli turistët. Ta kalojmë 2 minuta. Ose bëjni çmime shumë shtrenjtë artjare. Unë mendoj që është gjunaf të humbet ky, por me rregulla të forta. Ky gjë që gjarpëron në përshkëmbinj është dëshmi e pasurisë së paçmuar që fshin natyra shqiptare.